shtrohen gjatë vitit janë sëmundjet obstruktive, kronike, pulmonare, ku si faktori s'kan të parë të tyre kanë duhanin, ndotjen e ambientit dhe duhanin. Prandaj, gjithmonë neve i tregojmë një kujdes të veçantë propagandës krahas mjekimit që i bëjmë këtyre të smurve. Në qoftë se personi e merr iniciativën që ta ndërpresi duhanin, ka bërë punën më të madhe të tij në jetë, ka bërë diçka më të madhe për ta ruajtur dhe për ta shtuar jetën e tij, sepse për llogaritet që një cigare ul disa sekonda jetë në konsumin e saj. Kështu që ki parasysh në qoftë se konsumon një paketë, se sa humb nga jeta. Ndërkohë, ligji anti-duhan në Shqipëri nuk po zbatohet siç duhet, kjo edhe për shkak të mosbashkëpunimit të strukturave përkatëse. Studimi më i fundit i Institutit të Shëndetit Publik saktoson se shifrat e personave duhanpirës janë në rritje, duke nënvizuar se ligji anti-duhan në vendin tonë nuk po gjen bashkëpunimin e kërkuar për të gjetur zbatim. Në ligji antiduhan i miratuar në Parlamentin Shqiptar në 6 nëntor të 2006-s, ka rreth 4 vjet që është futur në vendin tonë. Natyrisht ligji dhe implementimi i tij ka probleme të veta, dhe ky ligj si doli edhe sot është në monitorim dhe vlerësim. Dhe natyrisht në këtë këndvështrim ne jemi duke parë dhe ridimensionuar edhe kompetencat dhe rrugët dhe mënyra se si të bëhet dhe mundër implementimi sa më i saktë i ligjit në Shqipëri, në vendin tonë. Krijimi i shumë inspektorëve, krijimi i shumë organizmave, që kërkohet dhe një koordinim më i mirë i policisë së bashkiake, policisë të komunale, dhe strukturave tjera shtetërore, të cilat bëjnë të mundur që të eliminohet duhanpirja ose të minimizohet në vende tjera ku ajo është e mundshme të arrijë. Sipas Enver Roshit, numri duhanpirësve vijon të rritet, ndërkohë që masat penalizuese duket se nuk po gjejnë zbatim dhe nga vetë qytetarët në ambiente të ndryshme. Ka një problem në vjelën e gjobave, ka një problem në gjithë funksionin e ligjit dhe mënyrës së tij, por në vjelën e gjobave natyrisht që ne kemi probleme si inspektorat sanitar, si shoqëri, pak a shumë nuk jemi ndërgjegjësuar në shkallën e dur që të eliminohet apo të zbatohet ligji antiduhan. Në fjalën e tij, Roshi shton se moszbatimi i ligjit anti-duhan edhe nga qytetarët vjen për shkak të konfuzitetit të kompetencave, mungesës së strukturave për vjeljen e gjobave, si dhe mungesës së bashkëpunimit institucional.